Është zhvilluar në Universitetin Fanoli të Korçës simpoziumi i tretë ndërkombëtar shkencor për liçenet e Prespës. Parku i Prespës, si parku i parë ndërkufitar në Ballkan dhe si një ndër parqet unike në Europë, përballet sot me sfida të shumta për menaxhimin e tij, për shkak se kërkon koordinimin e shumë institucioneve në nivel kufitar dhe konkretisht të Shqipërisë, Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut. Sfidat që Prespa po përballet nuk janë të vogla, janë të shumta. Në liçenin e Prespës madhe prej vitesh rënja e nivelit të ujit është shumë evidente, madje po shkon në nivele kritike që dhe historikisht nuk janë dokumentuar më parë. Në Prespën e vogël kemi probleme në aspektin e eutrofikimit, në aspektin të vërshimit të vegjetacionit dhe transformimit të tablos ujore. Nëse kemi një përdorim të madh në një anë të kufirit, kuptohet që pasojat do ndihen dhe përtej. Apo nëse kemi një ndotje të madhe në njërin anë të kufirit, kuptohet që pasojat do ndihen dhe përtej. Ndaj koordinimi i përbashkët i vendeve dhe masat e marra në nivel baseni, pra duke konsideruar si një njësi të vetme dhe jo si një njësi të parcelizuar, mund të sjellin dhe në zgjidhje të qëndrueshme për të ardhmen. Kërkimet shkencore të kryera nga shkencëtarët MNZ të rajonit kanë sjellë një tablo të qartë mbi gjendjen aktuale të biodiversitetit dhe natyrës në këtë zonë të mrekullueshme. Ndoshta dikush ka mbledhur të dhëna nga thellësia e liçenit, dikush ka mbledhur të dhëna nga pjesët sipërfaqësore të liçenit, dikush tjetër ka mbledhur të dhëna klimatike. Ne duhet të dimë se kush ka bërë çfarë dhe në çfarë njësish janë matur këto të dhëna. Ndaj këto lloj takimesh janë jashtëzakonisht rëndësishme për të realizuar këtë, sepse unë mendoj se dienia është baza e zgjidhjes së çdo problemi. Simpoziumi do të vijojë për 3 ditë me radhë për të prezantuar të gjitha punimet shkencore dhe për të gjetur zgjidhjet e duhura për të mirë menaxhuar parkun kombëtar të Prespës dhe liçenet e tij.